Parku i Virojt në Gjirokastër është kthyer këto ditë në një nga pikat më të frekuentuara të qytetit. Moti me diell dhe temperaturat e buta kanë nxitur banorët të dalin për shëtitje dhe për të kaluar kohë në natyrë. Hapësirat e gjelbra dhe ajri i pastër e bëjnë këtë zonë një vend ideal për pushim dhe relaks. Gjirokastritët kanë filluar ecje tradicionale rreth liçenit, një zakon që vazhdon prej vitesh dhe që është kthyer në pjesë të përditshmërisë së tyre. Familje, të rinj dhe të moshuar shihen çdo ditë duke shijuar qetësinë dhe pamjen që ofron ky park. Për shumë prej tyre kjo është mënyra më e mirë për të shkëputur nga rutina. Unë e kam vazhduar me kohë dhe po e vazhdoj dhe sot, sepse e di se ç'vlerë ka ecja është jetë, lëvizja është jetë. Unë jam dhe asaj pushe, po pavarësisht dikur lëvizja më shumë, tani mosha ka bërë që edhe lëvizjet janë më të reduktuara, megjithatë ju ja u them të gjithëve që të ecim pafund. Sikur mos e kishim këtë pikë, nuk e di ç'do bëj sepse vetë terreni i qytetit është i tillë që është i vështirë. Ka më pak mundësi për shembull për të marrë me një aktivitet, sepse dhe lëvizjet e makinave, edhe terreni që ka qyteti është shumë i vështirë dhe kjo pikë është një fat i madh që e kemi. Zakonisht vim të diellat, po pensionistë që jemi vim dhe ditëjavë, kur i shkojmë. Më shumë na pëlqen klima, inshallah të jetë në behar kështu që Viroj. Bukuria e natyrore nuk është bukuria që e bërmë nga njerëzit. 2-3 herë në javë vim, edhe në mes jave, siç na bëhet. Ajri pastër, bukuria, liçeni shumë i bukur. Do të thënë të kënaqet shpirti të shikosh. Ndërkohë edhe vizitorët e huaj që vizitojnë Gjirokastrën ndalen në parkun e Virojt për të përjetuar natyrën e veçantë të kësaj zone. Peizazhi natyror, gjelbërimi dhe atmosfera e qetë krijojnë një përvojë të këndshme për çdo që kërkon çlodhje larg zhurmës së qytetit. Parku mbetet kështu një pikë takimi mes banorëve dhe turistëve, duke i dhënë qytetit një tjetër vlerë të shtuar.